Përshëndetje, në çdo shtëpi shqiptare ekziston një mysafir i padukshëm që ulet në krye të tavolinës, merr pjesë në çdo mbledhje familjare dhe jep votën përfundimtare për çdo vendim të rëndësishëm. Ky mysafir nuk ka emër, por ka një fuqi absolute. Ky e ka emrin bota. Frazat çdo të thonë njerëzit. Nuk është thjesht një pyetje retorike. Është një kod etik, një ligj i pashkruar dhe mbi të gjitha një nga prangat më të rënda psikologjike që ka mbajtur peng lumturinë e mira familjeve për breza me radhë. E para është origjina e frikës. Pse na djeg kaq shumë opinioni? Për të kuptuar pse prindrit tanë driten para mendimit të një komshiu apo të një të afërmit të largët, duhet ta shohim edhe në historinë tonë. Ne vim nga një kulturë kolektiviste, ku mbjetesa varej nga fisi dhe komuniteti. Të ishe i përfolur, do të thoshe të ishe i përjashtuar. Në një kohë kur nuk kishte shtet apo siguri sociale, përjashtimi nga grupi ishte dënim e vdekje emocionalisht dhe ekonomikisht. Sot bota ka ndryshuar, por frika ka mbetur në ADN-n tonë. Ne kemi kaluar nga mbjetesa fizike te mbjetesa e imazhit. Prindërit shqiptar shpesh e masin vlerën e tyre si qenie njerëzore përmes reflektimit të fëmijëve të tyre në sytë e të tjerëve. Nëse fëmia nuk është perfekt, sipas standardeve të fshatit apo të lagjës apo të pallatit, prindi ndihet i dështuar. E dyta, familja si sken teatri. Kur një familje jeton nën diktatin se çfarë do të thonë njerëzit, çfarë do të thotë bota, ajo pushon se qeni një stret dashurie dhe kthehet në një sken teatri. Jashtë, gjithçka duhet të duket e shkëlqyeshme, foto të bukura, buzëqeshjet në dasma, fëmijët që mbarojnë shkolla të larta, ndërsa brenda, dhimbje, konfliktet e heshtura, depresion dhe mungesë autenticiteti. Kjo dikotomi, kjo ndarje pra, mes asaj që jemi dhe asaj që tregojmë, krijon një tension psikologjik të papërballueshëm. Fëmijët që rriten në këto mjedise mësojnë se të dukesh mirë është më e rëndësishme se të jesh mirë. Kjo është piknisja e ankthit social dhe vetvlerësimit të ulët. E treta, viktimat e para, dashuria dhe liria. Sa martesa janë lidhur jo sepse dy njerëz donin njëri tjetrin, por sepse ishte koha, edhe bota, do të thoshin që mbeti pa martuar. Dhe akoma më keq, sa martesa toksike vazhdojnë të lëngojnë vetëm prej frikës së divorcit? Më mirë e vra në shtëpi se sa e ndar për botë. Kjo filozofi tragjike ka mbajtur gratë shqiptare nën dhunë dhe burrat nën fushtrim për dekada. Divorci në sytë e botës shihet si një njollë, ndërsa jeta në gënjeshtër shihet si sakrificë fizike. Kur ne vëmë opinionin e botës mbi shëndetin tonë mendor, ne kemi trajtuar misionin tonë si prindër edhe si individ. E katërta, brezi i ri dhe revolta e heshtur. Sot të rinj shqiptar por përballen me një konflikt të hapur. Nga njëra anë është bota e internetit dhe lirisë globale, nga ana tjetër është zëri i nënës që thot mos e vish këtë se na turprove. Kjo frazë i pengon të rinj të ndjekin pasionet e tyre. Sa artist janë bërë ekonomist thjesht sepse prindrit kishin turp të thoshin njerëve se djali i tyre merret me teatr apo pikturë. Sa talente janë mbytur sepse nuk kishte punë për botën. Kur familja nuk të lejon të jesh vetvetja, ajo po të thot në mënyrë të thortë, opinioni i të tjerëve vlen më shumë se lumturia jote. E pesta, anatomia e njerëzve. Kush janë ata në të vërtetë? Nëse i analizojmë këta njerëz, për të cilët sakrifikojmë gjithçka, do të shohim një të vërtet ironike. Bota përbëhet nga individ që ashtu si ne po mundohen të fshehin problemet e tyre. Njerëzit do të flasin për ty për 5 minuta kur ka një kafe në dorë dhe pastaj do të kthehen te problemet e tyre. Por ti për ato 5 minuta thashë theme, je gati të sakrifikosh 50 vite jetës tënde duke jetuar ashtu si duan ata.
A është ky një shkëmbim i drejtë? E gjashta, si të shërojmë nga kjo sëmundje sociale? Të dalësh nga thundra e kësaj fraze kërkon guxim, por dhe vetmja rrugë drejt lirisë. E para, pranoj që njerëzit do të flasin gjithmonë. Nëse je i përsosur, dikush do të gjej diçka për të thënë. Nëse njerëzit do të flasin pavarësisht se çfarë bën, atëherë bëj atë që të bën të lumtur. Të paktën do kesh një jetë që ja vlen, ndërsa ata humbasin kohën e tyre. E dyta, ndrysho për kufizimin e nderit. Nderi i vërtet i një familje nuk është mungesa e thashetemeve, por uniteti, sinqeriteti dhe mbështetja për njëri tjetrin. Një familje ku fëmijët ndihen të lirë të tregojnë gabimet e tyre pa u gjykuar, është shumë më e nderuar se një familje që fshes sekretet e errta nën tapetin e shtëpisë. E treta, eduko prindrit me durim. Duhet u shpjegojmë prindërve se dashuria e tyre për ne duhet jetë më e madhe se frika e tyre nga komshiu. Thuaj mami, babi, unë e di që ke frikë çfarë do thonë të tjerët, por unë jam fëmia yt. Nëse ti je në anën time, bota nuk më bën dot asgjë. E katërta, ktheu te vlerat, jo te dukja. Vlerat janë ato që mbeten kur njerëzit ikin. Ndershmëria, mirësia, integriteti. Nëse je njeri i mirë, opinioni i një personi që s'të njeh shpirtin nuk ka asnjë armë për realitetin tënd. E shtata, përfundimi, çmimi i lirisë. Të thuash nuk më intereson se çfarë thon njerëzit, nuk do të thotë të bëhesh i pasjellshëm apo arrogant. Do të thotë të marrësh përgjegjësi për jetën tënde. Kur ne çlirohemi nga ky makth, ne u japim leje dhe fëmijëve tanë të jenë të lirë. Mira familje janë prishur sepse janë ndërtuar mbi rërën e thashetemeve, por familjet që mbijetojnë dhe lulëzojnë janë ato që ndërtojnë mbi shkëmbin e të vërtetës. Në fund të jetës askush nga ata që folën nuk do të jenë aty për të mbajtur dorën. Do të jenë vetëm njerëzit që deshe vërtet dhe që të deshen për atë që ishe, jo për atë që i tregove botës. Jeta është shumë e shkurtër për të jetuar si një personazh në skenën e dikujt tjetër. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që herë pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.